Nëse jeni të trishtuar dhe gjithçka po ju shkon ters, kjo bimë do ju sjellë fat. Trumza, kjo bimë mesdhetare shumë aromatike i përket familjes, ku përfshihet edhe në energjiku. E përkryer për të rritur si në kopësht ashtu dhe në balkon, ajo pasuron ushqimin me aromën e saj karakteristike, por edhe trupin tuaj me vlera të pazvendësueshme. Në këtë video do ju njohoj me vlerat që i sjell organizmit nëse e përdorni atë. E quajtur ndryshe Thumis vulgaris, një bimë me degë me gjethe jeshile në gri, mund të përmbajë vitaminën C, E, K, vajër esencial që ka përfitime të larta për shëndetin. Falë vlerave ushqyese, trumza ka përfitime për trupin, në veçanti vaji esencial i saj, përdoret për trajtimin e kollës së vazhdueshme dhe bronkitit. Falë antioksidantëve që mbart, ajo mund të përdoret edhe në mënyra të ndryshme. Mbajtja e një vazu me trumzë në shtëpi përveç shijes do të jetë gjithashtu edhe një aspekt i mirë në largimin e stresit dhe problemeve të fatit, citon Bright Side.